Përshëndetje Shqipe, hajde me mu po du m'ju tregu se qysh lajët në tepi në Amerikë. Kjo është puna që unë e bëj, sot i na shku një 30 minuta larg për venit tem ku jetoj unë, Frederick, Maryland, që të është tepi para se m'ja nis me la. Gjendja e tepijit u kon katastrofë. Shumë keq. Besoj që me siguri rrafshin janë 1 vjet nuk e kish mshu fshisë tepijit. Edhe e kapa fshisën vet, unë gjita nalt mi mshu se i thash se grus mshojt fshisë para se më orë, po si kish mshu kërqysh heq edhe ja nisa vet. Qysh përshenj edhe vet, tepihi i vjetër ka pos njolla shumë, ose stains që jetojnë në Amerikë, ka pos ushqime që ju nderdh, pije që ju nderdh, edhe duhesh mu siguru një sen. Para se m'ja nis me la tepijin, duhesh me fshi shumë mirë me fshisë. Se nëse nuk e ki fshisën e mirë, nuk ngrej mirë, dije që kime pas problem, nuk ka me dal mirë i pastrum. Çka jam të bo qëtu me qit sprejin që lidhet maqinë edhe është me presion për me qit kimikalin ma shpejt, është që ky sprej shumë i mirë, edhe jam të qit kimikal keq shkallëve edhe ku ka pas njolla sene, duhesh më fokusu. Qysh përshenj edhe push, nëse përshenj qëta që po është si barë qështu, ka pas njolla që të gjdo vend, duhet mi qit kimikal pak ma shumë, që kimikal është shumë i mirë se i pastron i hiek që të farë njollat para se m'ja nis me la, me njëherë i gjdu. është special për tepi. Qka jam të bo që të tash jem një akom nis me la tepihin. Duh me lëshu ujnë e nëzet 125 gradë që e kam maksimum që shpeshen e podel edhe avle, se tepi ju ka në gjendje jo të mirë. Kështu që nëse se ki ujnë e nëzet me veti, nuk jem e mujt me la tepihin mirë. Që shpeshe edhe vetë në anën e djath sa ze është, me krahasu me anën tjetër. Tani masit janë nisë me la e sen e duhesh me terë, njëtën ku, e lan pak, tani e terë, edhe duhesh me pas fshisën që e ngrej ujt pi tepijit që e ngrej mirë. Qaj është shumë me rëndësi. Tash push këtu vesh që në sa të merë, zi, tu hi mathën non stop, tu mëse fshi kur u bo zi tepiji. Edhe këtu i munu maksimumi rrafsh 3 herë duh mi mshu, po tepihi vjetër dhe se kam fshishën i kod gatë, ma problem. Tash këtu është mas, ketë njolla që e në kanë, ushqime që e në kanë, pije që e ka pas, që ju në rane për tuk, ose sakëzat e sene, ketë i ka hiek se ujnë zete pastron. Më falni që s'ku mujt mi abo video edhe shkallë, po shkallët një ndalë shumë mirë dhe ju më pastru shumë mirë, këtu është video masi që i kun fshi, edhe pse pak terë mrena e sene nuk u doke shumë. Tash jem të shku poshtë edhe pja u kalzej edhe dhomën e fundis edhe shkallët që të kuhin jënë shumë terë nuk të fshihet. Kështu që faleminderit shumë për përkrajen, unë ku me vazhdu me bo video hala, mos harro follow në TikTok, follow në Facebook, ju përshëndes.